Presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, mbrëm në Berlin, ka lexuar një laudatio për presidentin Bill Clinton, i cili u nderua me çmimin paqebërës i shekullit nga World Forum. Presidenti Osmani ka shkruar: mbrëm në Berlin, pata nderin të lexoj një laudatio për presidentin Bill Clinton, i cili u nderua me çmimin paqebërës i shekullit nga World Forum. Teksa qëndroja pranë tij, kujtova marsin e vitit 1999, kur dëgjonim me shpresë fjalimin e tij në një radio të vogël, ndërsa përjetonim tmerret e regjimit të Miloševićit. Sot, fal luftës çlirimtare dhe fal lidershipit të botës demokratike dhe mbështetësit bipartizan amerikan, si nga demokratët ashtu dhe nga republikanët, Kosova frymon e lirë dhe e pavarur. Mbështetja e presidentit Clinton për Kosovën ka qenë gjithmonë pasqyrimi i vlerave amerikane të lirisë, drejtësisë dhe demokracisë. Faleminderit, presidenti Clinton, jo vetëm për marrëveshjet e nënshkruara, por mbi të gjitha për jetët e shpëtuara, dhe në veçanti, faleminderit në emër të fëmijëve të tashëm të Kosovës, brezi i parë që nuk po rritet në një luftë, e që po njeh vetëm paqen.